Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisim. Me ne sot Hume Gjana, inxhiniere elektronike e cila ka vite që merret me kurset e fëmijëve për të mësuar matematikën dhe ka bërë të mundur që mbi 600 studentë të duan matematikën. Hume, mirë se erdhe në këtë podcast. Mirë se u gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Nga inxhiniere elektronike në qendër kursesh për matematikën, cila ishte pika jote e kthesës që kalove në këtë drejtim? Në fakt, deri në momentin që kam arritur ka pasur, po ta bëjmë të gjithë të rrugtim, po ta quajmë në një term matematikor, le të themi që ka qenë një kurbë me uljet e ngritjet e veta. Unë kam qenë një studente në gjimnaz, kam qenë një studente shumë e mirë në lëndë shkencore, sepse kam pasur një mësues shumë të mirë në lëndën e matematikës kryesisht, i cili atë pasionin që kishte për matematikën ma transmetoi edhe mua. I kam vjedhur shumë metodika dhe gjej rastin që këtë podcast ta përshëndes, kam mësuar shumë prej tij. Derisa erdhi një moment që unë isha maturante, kisha përfunduar maturën edhe në shtator do filloja universitetin. Një mikesha ime, një vit më e vogël se sa unë, ishte 17 vjeç dhe më thotë Hume, do ndihmosh me përsëritje matematike sepse kishte një provim. Dhe faktikisht u ofrova të ndihmoj, normal, me kisha me kesh, pasi lloj koste të tjera me radhë, dhe teksa më dëgjonte në shpjegim, termi i parë që më ka thënë, Hume, tha, pse nuk jep kurse? Aty si kur më shkerpi diçka në mendje, dhe thash, okay, pse mos ta bëj këtë gjë, sepse gjithmonë kam qenë ai tipi që doja të bëja diçka për veten time, të krijoja të ardhura, shpenzimet i muleja vet. Dhe aty ka qenë piknisja ime e parë. Pas shoqës time të parë, ajo më solli edhe 5 miq të tjerë, ku bëra grupin tim të parë. Ka qenë një ndër sikletet më të mëdha të them drejtën, sepse ishin moshatar me mua. 17 vjeç, unë isha 18 dhe më thonin Zysha. Domethënë kur unë shpjegoja e ndihmoja, më thonin Zysha. Si ndiheshe ti? Ishte sikletshëm, me thënë drejtën. Skuqesha para ty dhe u thoya që ti isha moshatara juaj, mos më shihni si Zysha, se nuk është se kam ndonjë diferencë moshe që unë të quhesha Zysha. Doja ti kisha thjesht si miq, domethënë ti trajtoja si miq të miq, thjesht po shpjegoja matematikën. Dhe në fakt kjo është metodika që unë ndjek edhe sot me kursantët e mi. I bëj ata të ndihen komod, të ndihen, nuk do të më shikojnë si ai Zysha, ai Hitleri që shpjegon lëndë më të vështirë që është shkencore matematika, po thjesht dua t'i bëj të ndihen të qetë, të ndihen komod, të ndihen në një orë argëtimi, edhe mos ta marrin në stres. Në rastin e matematikës janë shumë të qetë, po nuk e kuptojnë. Shumica është një lëndë aq e vështirë sa që mezi kuptohet. Aq të vështira janë ato ekuacionet sa do komode, si mendon ti? Në fakt, kjo është tabu për mendimin tim. Pra, që në momentin që kanë zënës që mund dinë shumë matematikë dhe thjesht nuk e kanë marrë kurrë mundimin që tulen të lexojnë matematikën asnjëherë. Dhe thjesht e kanë dëgjuar nga jashtë që matematika është një lëndë e vështirë, një lëndë e cila nuk mund të mësohet, është një shkencë eksakte që ka pafund ekuacione të tjera me radhë. Por faktikisht, unë matematikën me nxënësit e mi them diçka. Është një lojë numrash. Pra kush i ka qef lojrat, është në vendin e duhur. Matematika është një lojë. Një zgjidhje ushtrimi, saktësisht mund të zgjidhet mbi 5 mënyra të ndryshme. Dhe është e rëndësishme në matematikë që ti thjesht të kesh përfundimin e saktë. Dhe kush i ka qenë Flora është pikërisht në vendin e duhur. Do të thënë dhe kjo është ajo mënyra që unë e zhvilloj edhe kursin me kursantët e mi, në një trajt loje, në formën e një loje me njëri tjetrin. Përveç se lojë është dhe një logjik shumë e fortë, apo jo? Patjetër që po, është logjika shkruesore, por duke shpesh në siç e dinë fëmijët, adoleshentët, edhe studentët që kam një pjesë madhe të kursantëve, i pëlqen gjithë nga ne i pëlqejnë lojrat. Le të flasim atë që është e vërteta. Merrem gjatë gjithë kohës. Lojrat janë ato që ne zhvillojnë edhe logjikën tonë. Ka lojra të ndryshme që zhvillojnë edhe logjikën që ne merremi në kohën e lirë. Dhe duke qenë se kjo logjika zhvillohet nëpërmjet këtyre lojrave, prandaj e themi që dhe matematika në vetvete është një lojë, ku ti luan me numrat. Thjesht i bën ato sikur duash ti, e shtron atë ekuacione dhe pastaj luan në mënyrën më të bukur që ti do. Po mirë, është kaq e bukur dhe kaq e thjeshtë si lojë në kurse apo pse nuk është ky sistemi në shkollë? Se në shkollë nuk të duket fare si lojë. Në fakt është pyetje shumë e bukur, por duhet të them diçka. Aktualisht breza ndër vite kanë ndryshuar goxha shumë. Unë mund të them kam qenë brezi i fundit me plot bindje që kemi pasur ato pasionin shumë të madh matematikë dhe kemi dalë me rezultate shumë të larta edhe në provimet e maturës shtetërore. Por ka edhe një problem shumë të madh që është edhe në sistemin e arsimit. Mendoj që duhet bëhet një reformë shumë e fortë për ndryshuar komplet kjo pjesë. Pra duhet ndryshohet dhe mesatarja, nuk duhet tulet 6.5 siç është aktualisht për të futur një mësues. Mendoj që duhet rritet. Mendoj që duhet rritet shumë më shumë, sepse thot drejtorja Golli, problemet e mjekut fundosen në dhe, ndërsa problemet e mësuesit ecin mbi tokë. Kështu që janë fëmijët, ata mësuesi është drejtarja kryesore që mëson të ardhmen. Pra ne jetojmë për rinin, rinia është ardhmja e vendit tonë. Kështu që detyrimisht kjo gjëja nuk mendoj që duhet të jetë një ndër sistemet më të forta në vendin tonë dhe jo vetëm. Ka një ndryshim shumë të madh edhe tek pjesa e mësuesve, ka një problem shumë të madh edhe tek mësuesit, tek marrëdhënia mësues-fëmijë, mësues-nxënës. Nxënësit nuk ndihen më komod. Në periudhën që unë kam qenë,
unë kam qenë maturante e vitit 2017, ka pasur një respekt shumë të madh për mësuesin. Okej, ka qenë dhe pak frikë le të themi thonjza. Frikë respekt, të dyja paralelisht. Po mbi gjitha mendoj që ka qenë shumë respekt. Kishim një lloj respekti shumë të madh për mësuesin, për figurën e mësuesit, për atë që ai jepte. Edhe pse ne kishte nxënës që nuk donin të mësonin kurrë as lloj gjëja, ai shtri atje në bank fundit dhe mund ta zinte gjumi, por nuk e prishte orën e mësimit. Ndërkohë që sot jemi me disa adoleshentë të cilët nuk e kanë më vëmendjen tek mësimi dhe tendenca e tyre është thjesht të bëjnë humor, bëjnë dhe fatkeqësisht të prishin orën e mësimit, por paralelisht kjo gjëja vjen edhe tek mësuesi. Në momentin që një mësues nuk e vendos vetë vendin e tij në klasën ku futet, atëherë mos prit që nxënësit ta bëjnë atë. Pra ecën paralelisht, pra është dhe prishja e sistemit në një radhë, por edhe dëshira e fëmijëve. Po mirë, se ndjen vetë që vendos pikën mbi, mendoj në një klasë, por duhet ta di ai se si ta trajtoj komplet gjithë klasën. A duhet të jetë mësuesi një psikolog së pari, pastaj një profesionist në fushën e vet? Unë mendoj që po. Në bazë është e vështirë në aktualisht, duke qenë se në shkollat tona le të flasim një realitet të tërë që jemi 30 nxënës në një klasë, por është kryesorja. Një mësues duhet ta di ta njohë nxënësin e tij që në sy. Një mësuesi imi në gjimnaz më thotë diçka, më thotë ne i njohim nxënësit më mirë se sa prindit ju njohin juve, duke qenë se jemi gjysmën e ditës në shkollë. Dhe faktikisht kjo është një gjë shumë e vërtetë për mendimin tim. Por paralelisht një mësues e dallon nxënësin e tij. E dallon atë nxënësin e mirë, atë nxënësin mesatar, atë nxënësin që është niveli i ulët, që thjesht ai është dembel, jo se nuk di të mësoj apo është i mangët, në mënyrë kategorike, po thjesht është dembel dhe ai ka nevojë që të ketë dikë që ta shtyt mësoj, të ketë dikë që ta motivoj. Dhe pikërisht këtu marr shkas edhe nga mësuesit e mi në gjimnaz, sepse unë krahasoj edhe brezet pak a shumë. Jo më kot mësuesi është prindi i dytë apo jo? Patjetër që po. Dhe kur bëja të krahasimin, unë mbaj mend që në brezin tim kam pasur më vërtet mësues të shkëlqyeshëm, të cilët na motivonin. Nuk ta ngarkonin me detyra shumë të rënda, me detyra të kota, le të themi edhe këtë gjë që fatkeqësisht sot po ndodh, që nxënësit ngarkohen me detyra të kota tepër, që nuk janë të nevojshme, thjesht ngarkohen që të jenë të gjithë kohës zënë. Në fakt një fëmijë, një adoleshent ka humb komplet interese. E humb komplet interesin dhe është e vërtetë sepse ai lodhet. Ka dhe një jetë pas shkollës, pra nuk është e gjithë, nuk do të rri gjithë kohën mbi libra. Ka dhe një jetë pas shkollës që duhet të bëj kohën e lirë, duhet të ketë kohë aktivitete, të bëj aktivitete të ndryshme, pra nuk mund të rri vetëm mbi mësime, sepse kam shembull pafund, madje që nga klasa e 6 që janë deri në orën 3 në shkollë dhe pastaj fillojnë studimet në orën 10. Domethënë sa shkon në shtëpi, ndërkohë që sistemet e shkollave jashtë shtetit janë të tilla që ti as çantë as libër nuk merr me vete në shtëpi, për shkak se nuk kanë detyra shtëpi, as çantë nuk e marrin realisht. Po, edhe librat i lënë në shkollë, shumë vërtet. Edhe librat i lënë në shkollë, se kanë dalë edhe shumë specialistë që kanë folur që është aq sikletshme kjo çanta e rëndë, sa që kanë filluar deformimet në shtyllën kuriozore të fëmijëve, mendon pastaj nga ana mendore dhe nga ana psikologjike sa e vështirë duhet të jetë për këtë fëmijë që është akoma në zhvillim, akoma në rritje. Dhe t'ia presësh komplet, t'ia presësh, ndoshta që fjalë madhe, po ta demotivosh. Është shumë e vërtet faktikisht. Këtë shikoj edhe me kursantët që kam jashtë, duke qenë se aktualisht shumica e kursantëve që kanë janë nga diaspora, janë nga vende të ndryshme të botës dhe këtë gjë jam shumë e lumtur që kam arritur të debutoj deri tek ta. Por dhe shikoj edhe një problem faktikisht edhe të prindërve paralelisht, dhe problemi më i madh është në faktin që jashtë fëmijët me vërtet kjo mungesa e kërkesës deri diku, nuk është si pezis njëri në atë zonën e komfortit. Thjesht kur kalojnë disa vite, çdo gjë do kërkohet. Pra është në kurrizën e tyre deri diku dhe prandaj është edhe kjo arsye sepse prindërit shqiptarë që jetojnë jashtë në diasporë, kanë dëshirë që të angazhojnë fëmijët e tyre me një kurs privat, që të jenë gjithë kohës lidhur me matematikën, që është një ndër shkencat eksakte bazë që ato kudo dhe lidhet edhe në jetën e përditshme. Në fakt, kur ka nevojë një fëmijë për një kurs matematike? Mos janë pak si shumë trend edhe në mod të kurset të fëmijëve që ne i fusim që të vegjël. Kur mendon se është momenti i dur që ne mund t'i japim një suport fëmijës në një lëndë që ka nevojë? Është pyetje shumë e bukur që e marr edhe nga prindër që mund të kenë disa fëmijë të moshave të ndryshme. Dhe faktikisht ai prindi tek unë me fëmijën e parë vjen momenti që shikojnë që fëmia i tij nuk ka ku mban më, domethënë merr ato nota që asnjë prindi nuk do të. Që ka probleme, po si shumica, që shkojmë ke doktori kur jemi smur, edhe rasti i kurseve kur nuk dim asnjë gjë shkojmë. Po është pika e dur për të shkuar aty? Jo, nuk mendoj që është kjo e dur, dhe këtu do e dile që e marrim mësim pasaj për fëmijët e tjerë. Unë mendoj që mosha më e mirë, pra klasa më e mirë që ti mund të cilësh një fëmijë në kurs është nga klasa e 6. Le të themi, sepse në klasën e 6 merren bazat matematik dhe në vitet në vijim çdo gjë është përsëritje. Thjesht thellohen gjërat, pra mund të shtohen nëse ti ke mësuar një ekuacion me një ndryshore, në vijim do e kesh me 2 ndryshore, do e kesh pak më të gjatë, do e kesh me 2 numra më tepër, por logjika është e njëjtë. Dhe
kjo është edhe ajo pjesë si unë e bëj me kursantët e mi. Çdo kursant që vjen, çfarë lloj klase mund të jetë edhe në vit, mund të jetë edhe gjimnazist. Bazën ai fillon që te klasa 6. Pra literatura është te klasës 6, ajo që unë bëj me të aktualisht. Dhe fillon që nga fillimi, nga A-ja, derisa shkojmë deri te pika Z në matematikë, sepse kjo është e vetma mënyrë që ti ta mësosh matematikën me logjik. Qofse mungon një hallk në një provim, një temë caktuar të matematikës, ti nuk e zgjidh dot. Patjetër ngelen poshliqe pastaj dhe pastaj kjo është fillesa e shumë personave që fillojnë që mos sa duan më dhe nuk e kuptojnë dhe duket kaq e ngurtë matematika për shkak sepse fillojnë poshliqet. Shumë e vërtetë. Dhe boshliqe këtu boshliqe aty dhe pastaj nuk të krijon më komfort dhe ndjen komplet të pasigurt në këtë lëndë. Këtu lindë kjo tabuja pasi që themi që matematika është një lëndë shumë e vështirë, nuk e mësoj dot. Në fakt është pak e vështirë dhe pak e ngurtë si lëndë. Është pak e vështirë në momentin që ti nuk je tek personi i duhur për ta mësuar. Në momentin që ti je personi i duhur për ta mësuar dhe ajo bëhet shumë e lehtë. Edhe është vërtet që është një lëndë e vështirë që do punë, sepse kemi dhe ato nxënës që e kanë prirje lëndës shkencore, besoj kemi dëgjuar këtë term që ky e ka prirje lëndës shkencore, por paralelisht kemi dhe ato nxënës që e kanë arritur me punë. Dhe këtu dohet të përmendja faktikisht një rast suksesi që un kam pasur me një vajzë vitin e kaluar ka qenë maturante. Ajo kishte mangësi që në klasën e 5. Prindje dinte faktikisht që ajo kishte mangësi shumë të mëdha që në klasën e 5 sepse kishte lënë pas dore. Dhe nuk e kapte më atë fillin. Prandaj them që është ideale klasa e 6 dhe në vijim, sepse aty fillojnë gjithë gjërat që gjithë ato mangësi që pastaj lidhen, bën një hendek dhe më i madh. Dhe kur vjen tek unë në kurs, vjen pa shpresë të drejtën, vjen me një lloj frike shumë të madhe dhe ishte një nxënëse që ishte sforcuar gjatë shumë, duke qenë se ishte shumë e mirë në lëndet e tjera, por në matematikë ishte ngecur. Dhe ajo është përmerret në keq sepse shikojnë edhe sytë e saj atë dështimin. Do të dilte shumë mirë në provimet e maturës shtetërore. Dhe në momentin që ajo vjen tek unë, bën një kurs intensiv, diku ke një muaj e pak, dhe arriti që në provimet e maturës shtetërore të merrte notën 6 me forcat e veta. Ka qenë të drejtën është një arritje shumë e madhe për mua. Për çfarë periudhe e bërët kursin? Le të themi ne filluam një muaj gjysmë në qershor ishin provimet, ne filluam në maj, fillim të maj diçka e tillë. Sa kohë shpejt. Shumë kohë shpejt. A ka nxënës që nuk i pranon në kurs? Ka të për shembull, un kam një metodik pune te kursi im. Un një kursant, muaji i parë është një është le të themi një muaj njohje, që ata të njohin mua, të njohin metodikën time të kursit, se si unë zhvilloj kursin e tjerë me radhë. Në muajin e dytë filloj unë dhe i vendos ata në praktik, duke i pyetur, duke i parë se sa është përqendrimi i tyre, se sa është fokusi i tyre. Gjithashtu jam edhe ajo mësuese që bëj shumë provokime gjatë orës mësimit, për ta parë po më ndjekën apo jo. Por nëse unë nuk kam një feedback pas 2 muajsh, le të themi maksimumi deri në 3 muaj ndërpritet kursi. Duke qenë se është diçka që unë koha ime mendoj që është shumë e shtrenjtë dhe dua që ta shfrytëzoj me nxënës që më vërtet duan mësojnë. Pra nuk dua ta kaloj me fëmijë që kanë thjesht atë maninë që prindit do ta angazhojnë me një kurs, sepse ka shumë të tillë, dhe duan thjesht ta angazhoj që ta ketë kohën e zënë, ndërkohë që ai shkëti nuk e ka mendjen fare tek unë. Dhe në këtë mënyrë e ndërpres kursin. Ka nxënës që shikoj si sfidë, e marr si sfidë, patjetër që po. Kur e di që ai nxënës, shikoj që ai mundet të arrijë diçka matematik, pra mund të marrë dije, sepse nuk është asnjë i paditur. Është thjesht fakti sa dembel je dhe sa punëtor je. Ai nxënës i cili nuk bën avancim matematik është ai nxënës i dembel. Ai nxënës i cili nuk e hap kur matematikën pas kursit, pra. Dhe pret ta mësoj matematikën me 3 orë gjatë javës, gjë që është e pamundur. Domethënë pra ti ke filluar online fillimisht akademinë tënde apo ke dhënë qendër fizike tani? Po kur ka qenë ai momenti që ke hapur qendrën? Unë kam filluar faktikisht kur kam qenë 18 vjeç, unë kam filluar tek podrumi i shtëpisë kursin. Pas podrumit të shtëpisë kalova tek në qendër tek zona ku mbanoja, ishte në rrugë kryesore. Erdhi pjesa tatimeve direkt e mbylla sepse normalisht 18 vjeç sa kisha hapur, nuk kisha ndonjë lloj fitimi shumë të madh që unë paguaja edhe tatimet, u detyrova prapë ta filloja prapë tek podrumi i shtëpisë. Derisa e pash ishte shumë larg si vendodhje, edhe kishte shumë problem sepse nxënësit e mi dën atë kohë ishin nxënës nga shkollat shtetërore në Tiranë. E kishin shumë larg të vinin. U detyrova ta mbyll në atë periudhë dhe pastaj në jetën studentore kam punuar me student, duke dhënë kurse në qendra të ndryshme për student, duke dhënë lëndë që ishin në profilit tim për inxhinieri elektronik, lëndë të ndryshme, analizat elektronike të tjera më radhë. Dhe gjatë kësaj periudhe pastaj gradualisht duke marrë atë eksperiencën, erdhi një moment që ne u mbyllëm në pandemi. Në pandemi të drejtën nuk është se vazhdova një lloj pune tjetër, isha thjesht studente në vitin e parë master. Dhe pasi u liruam nga pandemia, fillova qasin e parë ku një mikesha ime, mentorja ime faktikisht, nuk e di nëse mund t'ja përmend emrin. Po patjetër. Valbona Brahaj është mentorja ime, që më ka ndihmuar. E përshëndesem. Gjithashtu. Dhe ajo më tha, "Ok, pse mos hapim
një qendër kursesh online, sepse online pas pandemisë mori një hop shumë të madh. Kjo është një inovacion në Shqipëri, kam përshtypjen? Shumë. Sidomos për matematikën që mendohet që edhe fizikisht është e vështirë lejmë online të shpjegosh fëmijëve matematikën. Nga kjo pjesë pastaj lindja e pjesë që unë fillova të zhvilloj kurset online, edhe them drejtën për mua ka qenë diçka shumë plus, shumë e madhe, sepse studentët jashtë janë mësuar me metodikën e kursit online. Por në Shqipëri çështja e parë ishte në pandemi, nuk është se ne kishim mësuar më përpara se çfarë është kursi online dhe nuk e kishim as këtë kulturën që ne të mësojmë online. Pra ne nuk ka shanse, nuk mendoj që në atë kohë ketë ndonjë student apo ndonjë adoleshent që ka marrë një kurs nga Udemy. Është dyfish më vështirë të mbash kurreshtjen? Dhe vëmendjen e nxënësit. Të drejtën, unë kam pas shumë produktive dhe shumë efektive kursin online, sepse shumica e kursantëve të mi kanë qenë online dhe kam pasur goxha feedback pozitiv dhe prandaj nuk më duket një klishe. Po, ka raste të nxënës së cilët nuk e bëjnë dot online dhe prindja e thot vet, dhe nxënësi e thot vet, por që në moment që janë larg, them e provojmë orë të parë, nëse kjo gjë nuk funksionon, pastaj nëse ka mundësi të vinë fizikisht, mund të vinë. Dhe çështja e parë për kurset fizikisht tu ka lindur që unë kam hapur kurset në vitin 2022. Fakt ka qenë një tranzicion shumë i madh për mua duke kërkuar një ambient në korrikun atij viti, në vitin 2022, ku nga Astiri detyrova pastaj 2 vite tek shkolla bashkuar, ku aty e kam dhënë aktualisht, për gati 3 vitesh po bëjmë tani në shtator. Paskën e zemër të Tiranës. Po është edhe diçka, unë kam zgjedhur atë në fakt si një pikë strategjike, duke qenë se kam shumë shkolla afër, por të them të drejtën, asnjëherë deri tani nuk kam bërë asnjë sponsor në Instagram, edhe nuk kam shpërndar asnjë lloj fletushke. Të gjithë kursantët që unë i kam vetëm me njohje. Ka ardhur i pari, ka sjellur, duke qenë se ka pasur një feedback pozitiv, më ka sugjeruar dhe vetëm me sugjerime jam këtu ku jam, elhamdulillah. Rekomandimi jote është puna jote pra. Po. Po studentët e tu as tepen për të shikojmë që je me Shami? Në fakt do ta nis pak me historinë se si kam vendosur Shamin, se më duket shumë e bukur. Ja nisim. Unë Shamin, unë në gjimnaz kam qenë njeriu më ateisti mundshëm. Duke qenë se isha shumë edhe pas shkencave, isha shumë edhe pas fizikës, fizika është pasioni im më i madh. Dhe Valbonën e kam pasur, ka qenë 2 vite më e madhe se unë, e kam pasur shoqë të ngushtë. Ti rritur në Tiranë apo jo? Po. Me origjinë je nga Kuksi. Dhe duke qenë se ishim në gjimnaz, unë isha shumë edhe pas shkencave dhe kur më fliste për fen, kushdo që fliste për fen, thoja stop, se kjo gjëja është gjithçka natyrë, dhe ja shpjegoja me fizikën time. Derisa një moment qasja më e madhe vjen në universitet në vitin e parë, në semestrin e parë. Unë isha mësuar një studente me notat më të larta që mund të merrim në gjimnaz, në lëndë shkencore mendoja që nuk ka shanse që një pedagog të ngeli një nxënës i cili punon të gjitha pikët e ushtrimeve dhe të ngeli për 10 pikë teori. Fatkeqësisht kjo gjë ndodhi me mua, ndodhi në algebër edhe në analizë, edhe në fizikë, që unë këto kisha lëndët më të preferuara të mundshme. Po si ndodhi? Ndodhi sepse unë nuk kisha bërë teori. Unë e dija që i kam 3 nota minus direkt, domethënë nga teoria, sepse unë mendoj që një inxhinier nuk ka nevojë për teori në momentin që ai praktikon në ushtrime. Dhe duket një budallik i madh të drejtën edhe sot. Dhe nga kjo ndodhi kjo gjëja. Dhe aty është një depresion shumë të madh të drejtën. Mendoja që kam kancer, smundje të keqe, vini vetëm mendime negative. Ka ishte përjetove? Shumë keqe përjetova, kam marrë gati 10 kg në atë periudhë, derisa një ditë më ardhi shumë të bukur ngrihem dhe i kam thënë mi keq stimi, kam thënë dua të falem. Domethënë kjo ka qenë pika ku unë jam udhëzuar, alhamdulillah. Ka qenë pika ku mbështetja e vetme ishte tek namazi dhe kam nisur direkt duke u falur me 5 vakte. Mashallah. Nga mikesha jote the? Po. Është bërë sebeb. Dhe në atë periudhë të ndërtit njëta ime ka ndryshuar 360 gradë. Them me bindet plot, si në pjesën e mendimeve. Domethënë nëse deri në atë periudhë mendoj në mendim negative të jam radh, sot aktualisht, edhe sot tek sa ditë që flasim, okay, njerëz jemi se kemi ndonjë moment pesimist gjithë na ndodh, por në përgjithësi kam vetëm mendime negative dhe ka ndryshuar jetën 360 gradë. Me mendime pozitive. Po, kur unë kam vendosur Shamin, pastaj kam qenë në vitin e parë master, në përfundim le të themi, të vitit parë master dhe nuk është se kam pasur asnjë lloj pengese. Dhe nxënësit e mi kur kam parë pastaj, sepse unë kur hapa pjesën e atëherë ti ushtroje kurset. Po, jepja me student në për kafe, në studentët të njihnin që ishe pa Shami, pra njëri mësuese humen pa Shami. Edhe në Instagram, kur unë hapa kam qenë pa Shami. Pas një muaji unë fiks vendos me 5 prill vendos Shamin. Ka qenë fillim Ramazani dhe unë vendos Shamin. Pas 5 vitesh që unë praktikoja namazin dhe kur vendos Shamin qasja e parë ishte wow.
Do të thënë më njihin atë njeriu që ishte si djalë haram, domethënë, në thojza, ai njeriu trazova që nuk linte dy gur bashkë, që ishte gjithmonë kërkim të adrenalinës. Dhe kur unë vendos Sharmin thonë, "Okej, humja e bëri këtë gjë." Domethënë, ishte komplet ishte pak sa e vështirë, jo e vështirë ta pranoja veten, sepse unë isha shumë krenare për veten time dhe ishte vendimi më i bukur që kam marrë në jetën time. Por në atë periudhë ka qenë diçka wow edhe për veten, do të mësosha, mu deshën 2 javë të mësosha me veten time me Sharmin dhe pas 2 javësh jam postuar prapë në Instagram. Ja kam nisur nga zero komplet, sepse faqen e parë më vjedhen, kisha 4000 followersa. Okej. Ma vodhën e mbylla. Okej, thash, nuk është asgjë. Ndërsa ke pasë postime të humës të mëparshme pa Sharmin, po. I kam fshirë gjitha në atë kohë, kisha hapur dhe kanalin tim në YouTube, i shiva gjitha videot. Pa ti një shembull ideal si t'ja rinisim nga e para. Po, edhe jam mbështetur vetëm Allahut dhe me thënë të drejtën, pas vendosjes së Sharmis jam hapur pafund drejtime. Aq sa e kisha të vështirë mendjen time kur vendosë Sharmin, mendoja që a do vazhdojnë si do jenë gjërat, a do kem pengesa për punë për gjetur, sepse ishte ajo klisheja dhe ajo periudha që në 2017 ka qenë dhe pak paraqykus, po jo shumë mas. Të them të drejtën, kjo gjë s'ka ekzistuar fare. Kjo gjë ekzistonte vetëm në mendjen time. Ditën e parë kur unë vendos Sharmin, mendoja sikur gjithë shikonin mua, po faktikisht gjithë jetonin jetën e tyre dhe askush se kishte mendje tek unë, vetëm ishte ajo barriera tek unë. Okej. Mendimet tona, pra që ne vendosim kufizime vetes që në fakt nuk janë fare pjesë e mendimeve të tjerëve. Pikërisht. Dhe Shamia, të them drejtën, mua më ka ndihmuar të arris punën time, gjithnjë më shumë. Kam pas kursant besimeve ndryshme dhe të krishterë madje, që unë i kam besimeve ndryshme dhe aktualisht, dhe sot jam shumë e lumtur që bashkëpunoj me to. Më thonin që vin tek ty vetëm si je besimtare dhe kemi besim të plot. Pra ishte një plus shumë i madh për mua. Në fakt shumë persona e thonë këtë, në fakt edhe tek persona që duan të punsojnë. Kanë më shumë besim, patjetër se e dinë që një besimtar, i çfarë do lloj feje, është më me vlera, është më punëtor, është më i drejtë, e ke edhe kanë merak se po i mashtron ose nuk e bën punën ashtu si do japi hakun punës. Dhe kjo në fakt është shumë e vërtetë, kjo është një avantazh mendoj unë për ne. Më trego pak për fëmijët kur të shikonin me Shami. Se fëmijët janë të çiltër, të sinqert, nuk kanë këto mendimet e këqija, le të themi. Po, është shumë e vërtetë. Në fakt, shumica e kursantëve më pyesin se kisha disa kursantë që i kisha edhe pa Shamin më parë, thosha pse vendosë Shamin. Dhe unë që e shpjegoja. Edhe por fakt është edhe një fat i madh shumë i madh për mua, që shumica e kursantëve janë musliman. Dhe kur tregoj historinë se si unë kam vendosur Shamin, wow, thosha bravo. Dhe unë them diçka Allahu mëso, se kanë shumë dëshirë ta vendosin dhe ata antarëven, por e ka pritur shumë pozitivisht, edhe prindrit nuk ka pasur asnjë lloj pengese. Tash ka qenë një plus shumë i madh për mua për në vijim. Se siç e the, qendra jote është në zemër të Tiranës dhe normalisht edhe shkolla që ti je ke afër, shkollat që ti ke afër janë shumë të mira dhe janë pak le të themi paragjykues në disa raste, sepse kanë një lloj përzgjedhje, një lloj elitare, shoqëri elitare, dhe normalisht prindit mund të jenë ndoshta problem. Të them të drejtën, apo ti nuk e ke ndjer? Nuk e kam ndjer fare. Nuk e ke ndjer. Përkundrazi, kam qenë shumë e mikpritur me to dhe madje kam pasur kursant, do të tregoj edhe një shembull që më ka sjell, është një prind i cili më ka sjell 2 vajzat e tij. Ai është vetë musliman dhe vajzat më thotë, "Zysha, të lutem, thotë, kur të kesh mundësi, do thuaj ndonjë gjë fetare." Është musliman dhe mundohet dhe vetë që t'ju mësoj diçka dhe thotë, "Të lutem, thotë, i kam sjell këtij, thotë se duhet të thosh edhe ndonjë gjë fetare, ti ndërthuresh me to." Ai shumë beson. Po. Është shumë klasi, pra është më ka ndodhur kjo e kundërta, nuk është se jam hasur me prindë që ta kem problem këtë gjë të thonë, sepse është diçka tjetër. Fakti i kursit privat, domethënë ti mund zgjidhësh vetë këtë duar. Nëse nuk pëlqen humja, ti mund zgjidhësh shumë kollaj, ke pafund mundësi. Liria zgjedhë shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Nuk është se ke nuk e sjell dot me zor, domethënë tek humja, ndërkohë që kjo besoj që të gëzon dy fish. Ka diçka që në fakt unë mendoj që aktualisht, në qendrën e kurseve që kam arritur një standard. Dhe ky standard ka ardhur gjithnjë më shumë duke u rritur. Elhamdulillah, dhe si pasojë këtij standardi që kam bërë, kam larguar ato njerëzit problematik në vetvete që mund të cilin probleme, edhe tek pjesa e mbarvajtjes kursit, edhe tek pjesa e kursantëve, sepse normal kam pasur edhe çaste të tilla pafund, me kursantë që mund të kenë dalë pak kënaqur dhe në fundit s'ka fajsuar mua. Në fakt, ky rast ka ndodhur vetëm një herë me një prind që e them me plot bindje nuk kisha unë faj, sepse elhamdulillah unë e di asnjë që më ka dhënë Allahu në këtë drejtim, në pjesën mos imdhënies, dhe jam shumë e bindur në atë që bëj. Dhe mbi të gjitha në ato që jap të nxënësit e mi. Por duke u rritur gjithnjë më shumë, elhamdulillah, ka ardhur kjo pjesa që tani kursantët që kam janë sa më pak problematik, por nuk i kanë ato probleme dhe kanë besimin e plot dhe kanë dijen e plot. Është momenti i parë që është pak i vështirë, pastaj fillojnë gjërat gradualisht marrin vendin e vet dhe ti patjetër që je më selektive. Inxhinier elektronike, nuk e ushtron fare profesorin tënd? Apo ka shumë e domosdoshmëdhënien?
Në fakt, nuk e kam ushtruar. Deri tani këtë po diskutoj edhe pak më parë që mua deri tani nuk më është dashur të dërgoj një CV për të punësuar për inxhinieri elektronike. Duke qenë se pasioni im për mësimdhënien, që aktualisht e kam kthyer në profesion, po që në orën gjatë të ardhurë që unë jam të kënaqur për të bërë jetën që unë dua, por nuk e shikoj si diçka në hije. Inxhinieri elektronike edhe po të kthesh pas është një ndër degët që unë e dua dhe e dëshiroj. Dhe kam disa plane dhe projekte për të ardhmen, por që këto do lejmë pak enik derisa të realizohen inshallah. Okej. Hume, cila është ajo lidhja logjike midis rrëmujës së jetës edhe matematikës? Unë mendoj që matematika, çdo gjë rretën tonë të përditshme është matematikë. Që në momentin që ne kur dalim për të shkuar te marketi, gjë e parë që hasemi është llogaritjet. Pra, edhe pjesa e kursit se si unë e zhvilloj me probleme nga jeta e përditshme. Duke filluar nga aja tek zhja, kështu çdo gjë është matematikë. Që në momentin që ti del, sa hapa bën, pra matematikë është. Duke mbajtur trurin të fokusuar tek vetja jote, duke mbajtur trurin dhe madje është e vërtetuar dhe nga psikolog që kur ti numëron, ose për shembull sa hapa po bën gjatë ditës, e ke trurin dhe më të fokusuar tek gjërat e tua, je më aktiv me veten tënde etj me radhë. Dhe mendoj që çdo matematika është një jetë e përditshme, është kudo që ne hedhim sy. A bën Hume matematikë gjithmonë, gjithkohës me jetën e vet? Them të drejtën, mendoj se po. Unë mendoj se gjithë bëjmë matematikë një të përditshme, çdo gjë, është matematikë dhe fizikë, duke qenë se matematika është një shkencë eksakte, edhe elektronika lidhet pak me matematikë, me veprime, çdo gjë lidhet me veprime. Edhe rasti konkret, transmetimet që ne po bëjmë, është me frekuenca, me shpejtësi, kështu që çdo gjë është matematikë sërish. Do të thonë nuk i ndahet, nuk i shitet. Po për të kuptuar njerëzit, Hume, a përdor matematikën? Në fakt, njerëzit në renditjen e përditshme ne kemi edhe emocione, patjetër që po, nuk është se çdo gjë është matematikë, po. Në fakt matematika futet tek pjesë e kësaj. Matematikë ne kemi tek funksionet, për shembull, kemi disa vlera të palejuara. Në këtë rast po e fus edhe tek jeta shoqërore e jona. Shpesh ka edhe njerëz që ne nuk i duam të kemi afër vetes, pra janë vlera të palejuara për neve. Dhe prapë them që matematika është e lidhur kudo që ne jemi. E hyn kudo. A si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime faktikisht ka qenë shumë e gjallë, ka qenë shumë e bukur dhe ka qenë shumë aktive. Unë kam qenë një fëmijë që dy kur bashkë nuk i lija, sidomos në verë, domethënë kam shijuar aq shumë sepse shkoja në fshat tek gjysha dhe unë isha një fëmijë që mami më ndiqte me vrap, edhe kur shinjt më ndiqte me vrap dhe nuk më kapnin dot. Okay. Dhe ngjitesha në majtë të pemëve, pa pasur asnjë lloj frike. Dhe ndërkohë që ta mendosh që kam qenë diku dhe 4 vjeç. Më thonë, jo më shumë. Shumë e vogël, shumë e vogël, po e atill. Ndërkohë, nga familja jote ka pasur matematicien apo ka qenë komplet dhuntie jotja? Ne fakt si fëmijë jemi 3 motra dhe 1 vëlla. Tek motra ime e madhe nuk është se kishte shumë qejf matematikën, ka pasur më shumë prirje për lëndë shoqërore, ndërsa motra ime e dytë ka qenë ai personi që e ka pasur shumë qejf lëndë shkencore, por sforcohej për të mësuar, ndërsa unë kam qenë ai fëmiu që i mësoja thjesht ç'më mësoja në shkollë dhe kur vija në shtëpi i hapja vetëm për të bërë detyrat me bukur shkrim. I bëra motrës së madhe matematik kurs ndonjëherë? Them drejtën, e kam bërë kur e kam ndihmuar në universitet me provimet e universitetit, sepse ai ka mbaruar për inxhinieri teknologjike dhe atëherë kam ndihmuar edhe motrën e parë dhe të dytën në universitet. Ato ishin në universitet, unë isha në gjimnaz dhe i kam ndihmuar. Cila është këshilla që i thua gjithmonë nxënësve të tu? Aktualisht një ndër problemet më të mëdha që unë po shikoj është t'i vendos ata në punë dhe t'i largoj nga telefoni, sepse telefoni faktikisht interneti është një minjerari, por e shfrytëzojmë për të humbur kohën në mënyrë pasive, në mënyrë jo të duhur, duke humbur kohën, le të themi. Dhe kjo është një ndër këshillat që ju them që gjithë kohës. Okej, nuk mund ta shmangim, jam shumë dakord që s'mund ta shmangim, por duhet tu limorët e përdorimit. Dhe madje unë bëj një testim shpesh me të dhe i them, ma hap pak telefonin dhe screen time. E shikoj aty vet dhe unë i them të ndërgjegjësohen. Dhe ato thon po zosha, të ndryshojmë këtë gjë. Okej, është e vështirë, është çfarë vështirë, por jam munduar që të angazhoj qoftë edhe me libra që ju jap vet, jashtëkollor, që ti lexojnë, me libra motivimi për zhvillim personal dhe mundohem gjithmonë që edhe ti motivoj, t'ju jap shembull nga jeta e përditshme, t'ju tregoj se çfarë do bëhen në fund ditës nëse ata nuk studiojnë dhe nuk e shfrytëzojnë kohën si duhet, sepse koha është aseti më i çmuar që të gjithë ne kemi. Dhe duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. E qartë. Ka dhe programe fatikisht që bëjnë lojra, që bëjnë teste matematikore, kështu që në kush është interesuar dhe mund t'i përdorë dhe të shfrytëzojë, apo jo? Ka, patjetër që ka. Po në verë, bën kurse në verë? Bëj kurse në verë, përgjithsisht kurset e verës janë për pjesën e përgatitjeve të kursantëve të cilët mund të kenë mbatur fizik, matematikat.
edhe lënë të ndryshme të tjera, edhe për studentët që mund të kenë vartë fizik, matematik, ose lënë të tjera që unë i mbuloj tek pjesa e studentëve, por që përgjithsisht në pjesën e gjimnazistëve këtu jam hasur, domethënë jam hasur me nxënës të cilët kanë pasur të mbartur matematikën dhe elhamdulillah edhe këtu kam arritur shumë rezultate pozitive. Dhe vjet madje kam pasur sërish se akoma nuk ka filluar sezoni për këtë vit, prandaj them në vitin që kaloi, kam pasur një mini maturant i cili kishte të mbartur matematikën dhe me kursin intensiv që ka bërë në korrikte në gusht, arriti të marrë 7 vetë me forcat e tij. Ishte gjë e zgjuar faktikisht, por thjesht kishte nevojë që tulej dikush me të, ta ndihmonte, sepse askush nuk kishte marrë me të, duke qenë se ai ishte penalizuar në provim për shkak të një debati që kishte bërë me një mikun e tij dhe e kishin penalizuar për mos u futur në provimin e shtetit. Dhe ja dolëm dhe me atë. Alhamdulillah. Kush është një mit që do dohet ta argëzoje përfundimisht për matematikën? Matematika nuk mësohet, është shumë e vështirë. Ky është miti më i madh, kjo është tabuja më e madhe që i ndjek domethënë të gjithë sa herë që vinë. Siç e thash, nuk është se ato janë ulur për të mësuar matematikën asnjëherë. Thjesht e kanë të dëgjuar dhe kjo gjë e trashëgohet. Normal është e vështirë. Madje për fat keq vjen shumë keq edhe prindërit e kanë këtë gjë. Pra i thon, edhe kur vinë tek unë paraqitet, më dëgjoj matematika është shumë e vështirë, fëmia ime ka të vështirë, e di që ka të vështirë dhe unë i them, "Okej, fëmia jote është marrë ndonjëherë, a ka lexuar ndonjëherë matematikën sikur lexon një temë tek letërsia?" Jo, se bën. Atëherë pra nuk mund të presim të vinë gjërat nga qielli pa u lodhur, pa bërë asnjë lloj mundi. Ose pa marrë mundimin që të njihemi me matematikën. Okej. Kush është një këshill që t'ju ja jep ndjekësve të tu që të ndjekin në rrjetet e tua sociale për t'ja nisur nga fillim, pasi që nisë ti në këtë pasion, në këtë dëshirën tënde dhe e ktheve në profesion, të mirëfill tashmë dhe në fitim kurës full time, po. Se ndonjëherë kemi ato formulat tona matematikore edhe në jetë që duhet të bësh të shkollim për të pasur këtë punësim, këtë profesion dhe njerëzit janë mësuar që janë shumë fiks në jetën e tyre të llogaritur, por nuk e bëre këtë, s'do kesh këtë. Ndërkohë që rastet e suksesit na tregojnë që njeriu mund ta gjejë dhe vetë rrugën dhe pasionin e vet për të bërë gjërat që do. Dhe ti je një shembull shumë i mirë. Kështu që çfarë këshille ju jep vajzave ose ndjekësve të tu për t'ja nisur? Në fakt, mendoj gjë e parë që duhet të them për gjithë është që të eliminojnë ato tabut në mendjen e tyre. Ne jemi njerëz dhe qenia njerëzore ka dëshirë gjithmonë të bëjë të vendosë vetë ato barrierat, pa qenë vërtet. Ai krijon në mendimet e tij, në mendjen e tij. I krijon ndoshta edhe nga nënvedia e tij. Dhe si pasojë, gjithmonë kjo gjë e ndjek gjatë gjithë kohës. Dhe kjo ishte këshilla ime e parë, që ata duhet të zbulojnë veten e tyre, duhet të kenë dëshira, pasione, të ndjekin ato. Pra të provojnë aty ku ato të jenë më mirë. Jo, mund të kenë mbaruar mbase një universitet dhe thotë, "Ok, përse e bëra unë të universitet?" Ndërkohë që ai rezulton pas 5 vitesh nuk e don atë profesion. Pse duhet vazhdoj ta dhunoj veten ta bëj atë gjë? Jo, të qëndroj stoik i diçka që ka për njeriu gjithmonë ka kohë për të nisur nga e para, apo jo? Sepse ne kemi këtë mani që kemi edhe pak trashëguar nga prindit. Ha, bëre shkollë, pse s'po punon me këtë gjë. Kam edhe tek prindrit e mi, pse s'po vazhdon një punë profesion. E ke trusnin? E ke trusnin me diplomën tënde? Unë kam shumë shpesh nga prindit, më thon shumë shpesh edhe prindrit e mi, ha, pse po nuk po vazhdon një punë fikse me të orar. Sa të kellën t'ua shpjegoj, them po, okay. Sepse unë kam bërë drejtimin tim. Se kuptoj konceptin fare. Nuk e kuptojnë, sepse normal është mentaliteti që ata janë rritur, që janë mësuar dhe është e vështirë ta ndryshosh mentalitetin e tyre, duke qenë se janë edhe një brez gjë i rritur. Kështu detyrimisht kjo gjëja vjen hall pas hallke. Po mbi të gjitha ka të diçka, nuk duhet trembemi kurrë nga nismat e reja. Pra nëse ti je shpirt luftarak, dhe ti e njeh atë kapacitetin tënd, se ti ku mund të shkosh, me lejen e Allahut gjithmonë, ti duhet të provosh, të tentosh. Jo thjesht i lësh të gjëra në hije. Po, tek vajzat më shamia, shikon një problematik tjetër që ndoshta nuk e vë re në rrethin tënd shoqëror, të cilët ka nevojë ndoshta për më shumë motivim ose ka nevojë që t'i thosh gjëra të trotë, se ne fatikisht motivimin dhe besimin e kemi shumë të lartë, se shoqërizotet kemi një bosh të orientimi të mrekullueshëm dhe nuk kemi nevojë fare që të na orientojnë apo të na japin këshilla dikush se nga t'ja nisim, se është shumë e thjeshtë. Por prapë shikojmë një mungesë aktivizimi. Fakt, unë shikoj diçka. Tek vajzat me shami shikoj këtë problemin që gjërat i marrim shumë për ciptasi. I marrim në sipërfaqe. Pa marr pak atë pjesën, okay, hajde studioj pak. U tha kjo gjë, hajde studioj pak unë vet këtë gjë. Dhe shikoj edhe diçka që ne krijojmë vet boshllëqet ato mangësit, domethënë i krijojmë vet ato hendeqet, ato
ato barrierat në trurin ton. Dhe detyrimisht kjo gjë do bëhet pastaj faktike sepse çfarë ti mendon do shfaqet tek ti. Çfarë ti mendon do vi rreth teje. Nëse ti je jo mos ta bëj këtë, jo mos ta bëj këtë, jo po ky do më thot këtë, ndërkohë që s'ka ndodhur asnjë lloj gjëje aktualisht për momentin, po thjesht ti e thua jo po ky do ma thot këtë dhe ti e vazhdon këtë mendim. Ndërkohë që unë jam shumë kundra kësaj gjës, çfarë kam dashur e kam thënë dhe me bindje të madhe nëse është kjo gjë që unë dua ta them dhe e mendoj, e kam diskutuar, e kam menduar në shumë drejtime dhe shikoj që vajzat me shami stepen. Por do t'jap një këshill shumë të madhe, tarsimohen për veten e tyre, të lexojnë sa më shumë, të marrin dije sa më shumë, jo vetëm dije fetare, por edhe në drejtime të ndryshme, sepse ne kemi edhe nga jeta e parë kuranor lexo, kështu që është një ndër obligimet më të bukura për mendimin tim, duke lexuar ti formon karakterin tënd, formohesh një femër që ti je zonja e vetes dhe mbi të gjitha di dhe rolin tënd në shoqëri, di dhe vendin tënd në shoqëri. Në fakt unë njoh shumë vajza me shami dhe për hir të së vërtetës leximi nuk mungon, pra shkollimi nuk mungon. Po sikur ka një ngërç midis arsimimit, pra kryerjes së arsimimit dhe marrjes iniciativave për tu bërë në praktik, pra për tu zhvilluar në praktik. Tu është problemi. Sepse është fakti këtu, ndoshta nuk besojnë që mund të bëjnë këto lloj nismash, dhe mund të kenë këto lloj arritjesh dhe këto lloj suksesesh. Është pjesa e mentalitetit dhe mendësisë pastaj. Po, shumë vërtet, po fshihet domosdoshmërisht. Është edhe fakti këtu që shumica kompanive domethënë kanë pronar funditës që nuk është janë muslimanë, jo gjithë janë muslimanë. Ka pjesë që janë besimeve të ndryshme. Por ne çfarë krijojmë? Ne në trurin tonë akoma pa bërë ato intervistën e themi, e kam thënë dhe vetë, në fillimet e mia kam thënë dhe vetë. Kam thënë jam një vajzë me shami, a do pranojnë ata mua sepse kanë atë grupin e tyre shoqëror. Kanë atë rrethin e tyre që duhet t'i bëjnë në funditës ato gjërat. Por që nga pak thash mos më dashur të dërgoj një CV, të them drejtën për punë pastaj në vijim. Kështu që e shikoj edhe tek motrat muslimane këtë gjë, por faktikisht kjo gjë nuk ekziston, sidomos në jetën e sotme që ka një informim xha më të gjerë, ka ndryshuar goxha perceptimin në lidhje me shamin dhe mendoj që besimi është diçka shumë personale, që nuk ndikon lidhje me punën. Pra aq posa ti ke mbaruar një është vlerë, është absolutisht vlerë në shtimin e punës. Është krenari le të themi. Një pyetje, kur nise të mbjetosh në rrjetet sociale, sa ke pas mbështetje nga komuniteti musliman? Unë kam pasur gjatë lartë. Në grupi im i parë që kam nisur, kursantët e mi të parë kanë qenë muslimanë dhe kam pasur një mbështetje shumë të madhe. Por dhe më kanë ndihmuar gjë shumë edhe me shpërndarje, edhe me suport, edhe duke më sjellë fëmijët e tyre, kam pasur gjë mbështetje. Elhamdulillah. Dhe pastaj edhe në vijim, edhe sot tek kësaj ditë unë kam shumë mbështetje nga ato. Dhe jam ndjer shumë mirë, jam ndjer shumë komfort. Kam marrë edhe shpulla shumë të fuqishme që kam nxjerr mësime nga ato. Dhe madje kanë qenë edhe nga njerëz tan. Nuk dua ta, nuk do të thek shumë, po do të thek pak përciptasi. Më shumë për të diskutuar si fenomen, për të marrë mësime dhe njerëzit që na dëgjojnë. Kam kurseve, sepse qendra ime kurseve kam ndryshuar 3 vende fizikisht, pra nga pjesa Kubanoja, i kanë Astir dhe nga Astir edhe pastaj në shkollë bashkuar. Ai shkolla më e madhe që un kam marr, ka qenë në moment që un transferova në Astir, ka qenë një shkollë për mua që më ka dhënë një mësim goxha të fuqishëm që unë jam njëri shumë naiv, të më drejtën, dhe i dua shumë njerëzit, dhe bëj shumë për njerëzit dhe gjithi mendoj si vetja. Por që faktikisht mësimi që kam marrë këtu, është fakti që ne nuk duhet mendojmë askënd si vetja. Jo gjithë duhet mendojmë si vetja. Dhe unë këtë gabime bëra, po gjithsesi njerëzit marrin mësime. Ne marrim mësime nga gjëra që na ndodhin në jetën e përditshme. Ka ndodhur edhe shumë gjëra të tjera me radhë, po kjo ka qenë ajo që më ka dhënë në shkollën e parë mua që atëherë sa isha futur edhe në fe. E ke parasysh kur je ky pjatë ndjesinë që je shumë do të mësosh, shikon si personi ideal ta njerëz, dhe ti merr pastaj ato zhgënjimet e tua që të bëjmë më të fortë, të rrisim më shumë dhe të ndihmojnë pastaj që të marrësh vendime më të sakta dhe më korrekte në të ardhmen. Po një këshill që ti e ke marrë gjithmonë nga prindërit e tu, por në fakt në realitet në praktikën tënde ka rezultuar jo shumë e suksesshme dhe ke thënë si va keni mësuar kështu se realiteti, jetesa, shoqëria nuk është realisht kështu. Ka pasur raste? Një rast konkret po them shkollën për shembull. Do të thënë kur ishte kjo mania që prindërit e mi atë prisnin që unë përfundoja arsimin, edhe të vazhdoj një punë fikse, një punë për degën time. Ndërkohë që unë e bëra komplet të kundërtën e kësaj gjëje. Do të thënë nuk është se vazhdova një punë në profesion aktualisht. Thjesht zhvillova pasionin tim ndër vite, shfrytëzova të gjitha ato vite që unë kisha hedhur aty sepse janë 8 vite investim. Dhe normal që kjo gjë është aktualisht diçka për mua që kam rritur me shumë lodhje, me shumë mund dhe sakrifisa, me shumë lodh pas atyre videove që duken në Instagram, me shumë mor gjata pa ngrënë. Dhe mbaj mend madje kur hapa qendrën time të kursit fizikisht, filloja në orën 2 të drekës dhe mbaroja në orën 12 natës. Sepse kisha kursant student madje nga Italia, kisha nga Kanada që nuk përshtateshin orarët, dhe detyrimisht ishte detyruar.
Dhe në atë periudhë domethënë ka qenë shumë e vështirë sa që mami dhe babi më thonin, "Ok, pse po e bëjnë gjithë këtë? Pse po rrin kaq vonë?" Dhe gjithmonë kishte një pse nuk vazhdon në një profesion punën tënde që të vish në orën 5 ta marrësh dhe të jesh i qetë. Po është ai tipi që unë doja të më mirë të krijoj një gjë timen dhe të vazhdoj me një gjë time sesa të jem e punësore diku. Je e kënaqur që ke zgjedhur këtë rrugë? Jam shumë e kënaqur të them drejtën. Edhe unë shikoj që edhe pjesën e mësimdhënies se bëj me shumë dëshirë, me shumë pasion. E kam shumë edhe fakti njerëzit që kam takuar, njerëz të ndryshëm që kam takuar më kanë bërë që të kem një mendim gjithnjë më shumë pozitiv, të jem gjithnjë më shumë e lumtur për zgjedhjen që kam bërë, sepse kam pasur suport në shumë drejtime. A mendoj se do kishe këtë sukses? Them drejtën jo. Kur kam filluar në fillim, kam dashur diçka. Unë vetë kam qenë interesuar nga jashtë për qendra ndryshme kursesh. Dhe gjithmonë kisha syrin tek këto qendrat e kurseve elitare, le të themi. Dhe unë doja të isha kjo qendër kursesh në të ardhmen. Doja të isha kjo qendra e kurseve që në thonë se le të ishte më e mira, le të ishte e kushtueshme e shtrenjtë, po është më e mira. Dhe sot që e kam arritur këtë gjë, të them drejtën, jam shumë e lumtur me veten dhe shumë krenare që jam te ky stad. Kjo është gjë që ne ti pranojmë edhe ato arritjet që ne kemi, edhe përmirësimet që ne bëjmë në jetën tonë të përditshme. Hume, nëse do ktheheshe 10 vite pas, çfarë gjë do rregulloje ose një gjë që ti e ke marrë si mësim dhe të hyn shumë në punë tani dhe thua ose kam bërë mirë atëherë dhe të ka rezultuar sukses, ose ke bërë gabim dhe ke mësuar? Ta them të drejtën, po të kthehem 10 vite pas nuk do ndryshoje asnjë gjëje. Periudha që unë kam shijuar më shumë ka qenë gjimnazi. Në gjimnaz kam pasur atë kurbën time më të lartë të ngritjes dhe kam shijuar çfarë lloj gjëje që kam dashur. Kam marrë gjitha sukseset e mundshme që kam dashur në atë periudhë. Gjithë mësuesit i kisha si shok, do të thënë flisim shumë lirshëm me njëri tjetrin. Kam qenë ajo nxënëse e preferuar për këto dhe flisja me to çfarë lloj teme dhe ka qenë ai periudhë ku unë kam arritur çfarë lloj gjëje kam dashur. Kam qenë fituese olimpiadash në fizikë dhe matematikë dhe i kam arritur ato sukseset e mia që kam dashur për atë periudhë. Dhe ka qenë me të vërtetë periudha ime më e bukur. Domethënë kur shikoja krenarinë e prindërve të mi, dhe më vërtet është arritje më e madhe mendoj. Dhe po të kthehem pas në kohë, nuk do ndryshoja asnjë gjëje. Pra ka esur më bëj shumë qefi, ka esur në mënyrë shumë të bukur jetesa jote. Po. Su kujtova për diçka. Do ndryshoja pjesën e besimit. Pra do lexoja më shumë lidhje me Kur'anin, se ne jemi rrit me një familje që themi jemi musliman, po edhe Kur'anin e kishim aty para, po nuk është se kishim lexuar ndonjëherë. Ta marrim dhe ta lexojmë. Në fakt kusjanët janë shumë besimtar në djenin time. Jam besimtar, aktualisht ka ndryshuar faktikisht më quhen tamam musliman sepse ka filluar të praktikimin e namazit, ka filluar të lexojnë, siç e thash. Po më përpara, po e them rasti unë diku nisëm nga familja ime, është thjesht kjo tabuja që jemi musliman, po praktikant. Jo praktikant. A ke ndikuar ti në familjen tënde për Islamin flas? Si ishte? A ke ndikuar ti në familjen tënde që të bësh sebeb për udhëzimin e njerëzve të familjes tënde në Islam? Po, edhe pas meje direkt është zgjuar në Islam, është shutur im vlla dhe pas im vlla tani para disa muajsh ka nisur motra ime e dytë. Dhe me lenin Allah lutem që të zgjohet dhe motra tjetër dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur, jemi shumë të lumtur sepse edhe unë dhe vllai kemi qenë për shkak për motrën e dytë kemi qenë ne ajo pika e referimit dhe gjithmonë me vllain kishim këtë gjë dhe në bisedat me njëri tjetrin, se ne jemi moshatar gati me 3 vite diferencë. Kemi atë parimin që bëhemi ne sebeb që ato të shikojnë sa i bukur është Islami, që ata të udhëzohen. Domethënë ne të bëhemi sebeb që ata ta dashurojnë Islamin, ta dinë se sa mënyrë e bukur dhe sa stili i bukur jetese është. Më bëhet shumë qefi. Huma, ti je e martuar apo jo? A tregu pak më shumë për dashurinë tënde. Ta ndryshojmë pak temën e matematikës, dhe të kalojmë një temë bukur. Okej. Unë skeritin e kam njohur kur kam qenë në mesin e vitit të dytë të masterit. Ka qenë thjesht një nga një mikë e përbashkët. Skeriti nuk ka qenë besimtar musliman. Unë isha praktikante ndërkohë, kisha 5 vite që e praktikoja Islamin. Dhe thjesht kur unë e takoj Skeritin i them ja parashtroj Islamin dhe i them që ti t'jesh ka meje, duhet që t'jesh një burr musliman, sepse unë nuk e pranoja një burr musliman. Dhe kemi vazhduar bisedën për diku ke 5-6 muaj, derisa unë vendosë shamin dhe i them Skeritit që unë para të do zgjedh Allahun me domosdoshmërisht të vendos shamin. Skeriti nuk ka qenë dakord në atë periudhë. Por pas vendosjes së shamis, jam lutur Allahut vetëm për një gjë. Nëse është i duhur për mua, o Allah, unë e bëra këtë gjë për ty. Ma zëvendëso, sepse normale doja në atë periudhë. Sketi nuk mund ta them që doja, po kisha zgjedhur Allahun para normal. Atëherë dashuria në jetën bashkëtorë, mendoj që është gjëja më e bukur që mund të ndodhi një muslimani, është plotësimi i imanit dhe jo vetëm. Ne jemi ndryshe nga të tjerët, fakt që ekspozojmë shumë atë në rrjetet sociale, nuk e kemi këtë gjë, por që jemi shumë paqe me njëri tjetrin dhe bashkëpunues dhe shumë të lumtur me njëri tjetrin, elhamdulillah.
Në fakt thonë që kush ekspozohet shumë rrjetet sociale mundohet të kamuflojë një lloj dashurie që nuk ekziston. Në fakt e mban skeptike pjesën tënde dashurore. Mendoj që por postuar në rrjetet sociale është një gënjeshtër shumë e madhe që gjithë njerëzit mendojnë që duke parë këtë gjë, okay, pse s'jam dhe unë krahasoj ndonjëherë veten, dhe prandaj them që është një gënjeshtër shumë e madhe, duke qenë se ka fakte në një marrëdhënie ne dim shumë mirë që ka debate, ka edhe momente gëzimi, ka momente shumë të mira, por dhe ne i kemi këtë gjëra, normal që i kemi, por duke ekspozuar vetëm ato momentet e mira, është një gënjeshtër aq e madhe që thjesht ju serviret të tjerëve dhe bëjnë duke bërë krahasime, pastaj bien dhe pjesa depresionit, okay, pse s'jam unë, shiko sa mirë është kjo tjetra. Dhe duke qenë kjo gjë, ne kemi vendosur që ta mbajmë sa më larg rrjeteve sociale, këtë gjë dhe jam shumë e lumtur për këtë vendim. Ne faktikisht kemi edhe një faqe të bashku që ne punojmë tek Charm Mikado, është një faqe që merr me real estate, aty kemi dalë bashkë, punojmë si team, por që edhe aty ne jemi thjesht mbështetje njëri tjetrit, nuk është se jemi gjatë gjithë kohës duke ekspozuar atë pjesën tonë të dashurisë, atë pjesën që ne kalojmë me njëri tjetrin. Mundohemi maksimalisht, duke qenë se kemi edhe punët pak me turne të ndryshme, që Skerdi mbaron në orën 5, ndërkohë që unë mbaron në orën 8:30. Mundohemi që atë kohën e lirë që kemi me njëri tjetrin ta shfrytëzojmë maksimalisht, duke kaluar kohë sa më produktive me njëri tjetrin. Shumë e bukur. Kjo është fatikisht dhe mbështetja që një çift i jep njëri tjetrit pra, edhe në punët respektive të tyre. Ku më për ta mbyllur një mesazh, një diçka që ti dëshiron që ndjekësit që po na dëgjojnë tani ta kem kujtim nga ty. Patjetër. Unë një mesazh kryesisht do jap për gjithë prindrit. Dua që të kaloni sa më shumë kohë me fëmijët tuaj, t'i njihni ata, të flasin sa më shumë me ta, sepse po rritim me një kohë që është shumë e vështirë, në një botë që është shumë e egër dhe shumë e lehtë që të bien prej bullizimeve të ndryshme të tjera më radh. Dhe dua mbi të gjitha që prindi vet ta njohë fëmijën e tij, të flasë me të, ta ketë atë shok të parë për te marrëdhënies prind fëmijë. Dhe kjo është ajo mesazhi im i parë që do t'jap për gjithë ndjekësit e mi, duke qenë se janë shumica prindër, që janë të kursantë me mi, dhe mendoj që kjo është kryesorja. Prindit duhet njohin fëmijët e tyre dhe nëse fëmijët kanë mbështetje prindit, ata mund të arrijnë bëjnë çdo gjë. Unë eci dhe me një slogan që nëse dikush e ka bërë, kjo gjë nuk është e pamundur për ty. Dhe unë mendoj që gjithë nëse kemi një ëndër, para shkos sa ka arritur dikush tjetër, mund ta bëjmë. Rasti konkret, matematika është e vështirë. A kam arritur ta mësoj unë? A çfarë bëj unë? Aktualisht po bëj kurse. Nëse kam arritur ta mësoj unë, mundesh ta bësh edhe ti. Asgjë nuk është e pamundur. Faleminderit shumë Hume për gjithë frymëzimin që ti na dhe, për gjithë dashurinë tënde për matematikën dhe për gjithë çështjet e bukura që ti na dhe. Faleminderit edhe juve miq për vëmendjen. Shpresoj që të ketë pëlqyer këtë bisedë. Shihemi në episodin e ardhshëm.